Mosbatimi i anëgjykimit të gjykatës kushtetuese është shkelje e vetë Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Tash në këtë situatë në cilën jemi, normalisht se zyrtarëve publik u lindë drejta për të kërkuar dome që ju ka shkaktuar. Thjesht mosveprimi i kuvendit, përpos që do ta mbingarkoj gjyqësorin dhe do të cenoj të drejtat të zyrtarëve publik, do ta dëmtoj edhe buxhetin e Republikës së Kosovës me një vlerë parafërsisht rreth 35 milion euro. Shkeljet e Kushtetutës edhe mosbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nuk janë raste të izoluara, është një gjë që ka përshkru krejt punën e kësaj qeverie në 4 vite fundit, kësaj shumice. Unë po them qeveri sepse grupi parlamentar i majorancës sotme edhe asaj që ka qenë deri para këtyre zgjedhjeve është kontrollu komplet nga agjenda qeveritare dhe na duhet të themi formalisht nuk e zbaton kuvendi, po e vërteta është që kuvendi nuk e zbaton sepse ai që është lideri i majorancës kuvend nuk don me zbatu. Sigurisht kjo është formalisht obligim i kuvendit Kosovës. Ajo që tha Gzimi është e paimagjinueshme që vendimet e gjykatës kushtetuese në një vend demokratik të neglizhohen, të mos zbatohen, sepse ato janë norma kushtetuese. Nuk është vendimi vetëm që është dashur si detyrim kushtetues të ndryshohet në ligjet e cilat kanë dalë me shkelje kushtetuese. Kjo është njëra ndër vendimet, sepse ka pasur edhe për ligje tjera ku është kërkuar ky 6 mujor dhe qeveria njërin vetëm e ka improvizuar. Mendoj që në situatën të cilën të jemi, nëse eventualisht është logjika e njëjtë, dami kushtetuese dhe dami publik mund vazhdoj në vazhdimsi.